Turqit po përgatisin terrenin për luftë në Egje. Erdogan po trazon ujërat e qeta, në një kohë ku Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli po shikojnë nga lindja e mesme. Media turke po nxjerrin flak nga gojët për raketat Patriot që Greqia vendosi në ishullin Karpathos në mbrojtje të Qipros. Përfshirja e dy prej aleatëve më të rëndësishëm të Greqisë, Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, në luftën kundër Iranit, duket se ofron terren pjellor për Recep Tayyip Erdoganin që të sulmojë Greqinë. Ujërat e qeta në detin e Egje filluan të trazoheshin pas instalimit të baterisë MiM-104 Patriot në ishullin Karpathos, me median turke që nisi një sulm të pamëshirshëm ndaj ministrit të mbrojtjes, Nikos Dendias, duke akuzuar Greqinë për një veprim oportunist dhe taktik, me rastin e krizës në lindjen e mesme. Publikimet turke rikthyen pretendimet e njohura, edhe pse të pabazuara, për një dodekanesë të demilitarizuar, apo për ishujt pranë kufirit me të, duke cituar Traktatin e Parisit të vitit 1947. Megjithatë, Turqia nuk ishte palë në Traktatin e Parisit, pasi ai kishte të bënte ekskluzivisht me Greqinë dhe Italinë. Ecuria historike e dodekanezës apo 12 ishujve, që nga viti 1912 është kjo. Pushtimi ndodhi në vitin 1912. Në luftën italo-turke, Italia pushtoi dodekanezën me përjashtim të ishullit Castellorizo. Traktati i Lozanës i vitit 1923. Me nenin 15 të traktatit, Turqia njohu sovranitetin italian mbi dodekanezën. Marrëveshjet e mëparshme. Pakti Venizelos-Titoni i vitit 1919 dhe Traktati i Sevrës i vitit 1920 parashikonin kalimin e ishujve Greqisë, por dispozitat u anuluan pas katastrofës së Azisë së Vogël. Ishulli Castellorizo përfundoi tek Italia në vitin 1921, ndërsa marrëveshja italo-turke e vitit 1932 përcaktoi kufit detar në zonë. Fundi i sundimit italian i vitit 1947. Traktati i Paqes i Parisit ja i dha përfundimisht dodekanezën Greqisë. Pavarësisht deklaratave dhe publikimeve, provokimet turke shoqërohen me shkelje aktuale të hapësirës ajrore kombëtare greke. Sipas shtabit të përgjithshëm të mbrojtjes kombëtare helenike, më 5 mars 2025, 4 F-16 dy formacione të dy avionëve, një ATR-72, një CN-235 dhe një UAV kryen 10 shkelje të hapësirës ajrore dhe 8 shkelje të rregullave të trafikut ajror në Egjeun Verilindor dhe Juglindor. Prezenca e avionëve turq tregon një operacion ajror të koordinuar me një objektiv të dukshëm Greqinë. Avionët luftarak grek të strehuar u ngritën menjëherë për përgjigje në përputhje me protokollet ndërkombëtare. 4 F-16 kryen 2 shkelje të hapësirës ajrore greke dhe shkelje përkatëse të rregullave të trafikut ajror. ATR-72, një platformë inteligjence, bikëqyrje dhe zbulimi, regjistroi 6 shkelje, për krah një seri shkeljesh të tjera. Ky veprim konfirmon shqetësimet për një skenë të mundshme tensioni që po krijohet në Egje nga Turqia. Deri më sot Greqia mban qëndrime që për nacionalistët grek janë të papranueshme dhe për të tjerë konsiderohet taktik për të ruajtur qetësinë, sepse aleatët e Greqisë janë të shumtë. Ndërkohë, sfondi nafteksi turk të shpallur para disa javë dhe të kaluar në fuqi, po imponohej Greqisë për kufizimet në ushtrimet ushtarake. Nafteksi i pacaktuar turk për zonat në lindje të Meridianit 25, me të cilin Turqia po përpiqet të kufizojë aktivitetet e njëanshme nga Greqia, duke përfshirë ushtrimet ushtarake dhe eksplorimin për depozitat e hidrokarbureve, krijon klimën e përgatitjeve për diçka më të nxehtë ushtarakisht. Sipas Ankaras, zonat e eksplorimit të Greqisë brenda jurisdiksionit turk duhet të koordinohen me Turqinë. Kryerja e ushtrimeve ushtarake në ishuj me status të demilitarizuar konsiderohet në kundërshtim me marrëveshjet ndërkombëtare, dhe forcat armatosura turke janë të përkushtuara për t'i neutralizuar. Kjo praktikisht do të thotë që Turqia kundërshton çdo stërvitje greke në ishujt Lemnos, Karpathos ose zona të tjera, madje edhe brenda ujërave territoriale greke. Rritja e shkeljeve dhe deklaratat e Turqisë kërkojnë nga pala greke vigjilencë të menjëhershme ushtarake drejt lindjes, të kombinuar me monitorim drejt jugut, për shkak të veprimeve të mundshme nga Irani dhe Hezbollahu. Prania e forcave detare nga vendet e Bashkimit Evropian në Qipro vepron si një kundërpesh, duke kufizuar planet e mundshme turke për të provokuar një krizë me Greqinë në Egje. Por, media turke bëri sulm të hapur sot dhe kërcënues ndaj Greqisë dhe ministrit të mbrojtjes Nikos Dendias. Media turke vazhdon sulmet e saj të ashpra, duke karakterizuar vendosjen e raketave Patriot në ishullin Karpathos si oportunizëm lufte. CNN turk pretendon se Greqia po shfrytëzon krizën në lindjen e mesme për të krijuar fakte të kryera, duke shkelur të drejtën ndërkombëtare. Gazetat Hurriyet, Sabah dhe Nefes po e shënjestrojnë personalisht ministrin grek Nikos Dendias, duke përdorur përshkrime të tilla si:
oportunist politik dhe shkelës i hapur i së drejtës ndërkombëtare, ndërsa paralajmërojnë për reagime të mundshme turke në rast të ushtrimeve ushtarake greke në Ishuj. Situata në Egje mes Greqisë dhe Turqisë është e tensionuar dhe mes një trazire të madhe. Një më e vogël është gjithmonë e mundshme. Paradoksi është që të dy shtetet janë anëtare të NATO-s, por ja që të jesh anëtar në këtë aleancë nuk do të thotë asgjë me sa duket, ku bëhet fjalë për akte apo ndërhyrje konkrete ushtarake. Gjithçka janë të hapura për një përplasje në Egje mes Greqisë dhe Turqisë. Mast Channel. Please subscribe.